Forcat të shtuara të policisë së Kosovës kishin rrethuar klinikën interne të QKUK-s. Arsye e kësaj prezencë të madhe ishte pranimi i informatës se në Kosovë po vjen ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Pas 3 kërkesave të refuzuara, gjykata speciale ja ka aprovuar kërkesën Hashim Thaçit për të ardhur në Kosovë. Thaçi sot pritet që të vijë në Kosovë për të vizituar baban e tij, pasi që është në gjendje të rënduar shëndetësore. Gazeta Nacionale ka mësuar se Thaçi do të vijë në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës, ku këtu do ta vizitojë baban e tij. Ai është i shoqëruar me forca të shumta të sigurisë. Në kërkesat e mëhershme që speciale ja kishte refuzuar Thaçit, thuaj se gjendja shëndetësore e babait të tij nuk ishte rënduar. Policia e Kosovës kishte dalë në asistim të Oleksit dhe të sigurimit të gjykatës speciale. Thaçi hyri brenda në klinikën interne, aty ku gjendet babai i tij i shtrirë rreth orës 11 dhe doli pas 3 orëve rreth orës 14:30. Numri i madh i qytetarëve u mblodhe në oborin e QKUK-s, ku gjatë hyrjes dhe daljes së Thaçit nga klinika brohurisnin UÇK. Thaçi më pas u largua në drejtim të aeroportit me masa të shtuara të sigurisë. Si rezultat, disa rrugë u bllokuan duke krijuar kolona të gjata.